Mbrëm rreth orës 21:45 në afërsi të mbikalimit të Treboshit, zyrtarë të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 17 vjeçar nga fshati Treboshi Tetovës, pasi që janë gjetur dhe konfiskuar 25 pako me marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtutjeshme, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë parashtresa përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:45 në orën 10 në rrugën 1A në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 42 vjeçarin NS nga Gostivari, pasi që i është i gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ai po mbahet në stacionin e policisë për procedim të mëtejshëm dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përpilohet parashtresë përkatëse. Sot në orët e para të mëngjesit në rrugën Pançe Poposki në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personat IS 41 vjeç, FM 41 dhe HŠ 41 të tre nga Gostivari, pasi që u është i gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ata po mbahen në stacionin e policisë për procedim të mëtejshëm dhe pas dokumentimit të rastit, për ta do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 16:50 në fshatin Negotin të Gostivarit, zyrtar policor nga njësiti policor Gallat kanë privuar nga liria personin MK 26 vjeç nga Kumanova. Ai dyshohet se pas një debati të mëparshëm verbal ka tentuar të sulmojë me një vegël pune 60 vjeçarin AA nga fshati Negotin, për të cilin ka kryer punë ndërtimore. Ai po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 9:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, është raportuar se në rrugën Blagoja Toska në Tetov, automjeti i pasagjerëve BMW me targa të Tetovës, i drejtuar nga 49 vjeçari ASH nga Tetova, ka goditur këmbësorin NK 35 vjeç nga Tetova. Në aksident, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda, të cilat janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës. Inspektimin e ka kryer ekipi inspektuesi SPB Tetov. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 44 drejtues mjetesh, 34 nga Tetova dhe 10 nga Gostivari, për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, nga të cilët 27, 17 nga Tetova dhe 10 nga Gostivari janë marrë me mjet special Merimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 49 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 30 në Tetov dhe 19 në Gostivar.